Kur fillojnë 3 muajt e mirë në këtë vit? Sipas kalendarit hënor hijri, që ka si piknisje hijretin e pejgamberit Muhammed a.s. Muajt Rexhep, Shaban dhe Ramazan janë muaj shumë të dobishëm dhe të bekuar. Në shoqërinë islame këta muaj njihen edhe si 3 muajt e mirë. Të gjitha netët e mira veç natës së Mevludit ndodhen brenda këtyre 3 muajve. Muaji Rexhep cilësohet si muaji i mbjelljes, muaji Shaban si muaji i ujitjes dhe muaji i Ramazanit si muaji i korjes apo mbledhjes së prodhimeve. Por, kur fillojnë 3 muajt e mirë për këtë vit? Sipas kalendarit të këtij viti, 3 muajt e mirë, pra muaji Rexhep, Shaban dhe Ramazan, fillojnë me 21 dhjetor 2025. Do të thot 21 dhjetori është dita e parë e muajit Rexhep. Fillimisht fillon muaji Rexhep, pastaj vjen muaji Shaban dhe në fund muaji i shenjtë i Ramazanit. Pejgamberi i Zotit Muhammedi a.s. lutej kështu: Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa ballighna Ramadan. O Zot, na beko në Rexhep e Shaban dhe na mundëso të arrijmë muajin e Ramazanit. 3 muajt kanë një shije të veten, e cila i veçon ata nga muajt e tjerë. Brenda kësaj kohe njerëzit i kthehen botës së zemrës. 3 muajt e mirë janë një periudhë kohore shumë e dobishme dhe shumë e bekuar. Andaj çdo musliman dhe çdo muslimane duhet të përpiqet në maksimum që t'i shfrytëzojë këto momente siç është më së miri, duke bërë adhurime, ibadete të ndryshme e të shumta.